Nëse ja lejojmë vetes të bëjmë një pyetje pak të vështirë teologjike e të përpiqemi të japim përgjigjen, do të kuptojmë shumë prej teksteve të sotme liturgjike e do të kuptojmë shumë edhe prej të kremtës së sotme të Jezu Krishtit, mbretit të gjithësisë. Është kjo festë që përmbyll vitin liturgjik në fakt, dhe prandaj duket sikur dëshiron kisha ta kurorëzoj me këtë festë të Krishtit të kurorëzuar mbreti i gjithësisë edhe krejt vitin që sapo kaloi. Por thash, nëse lejojmë të bëjmë një pyetje pak të vështirë, atëherë do të kuptojmë më shumë. E cila është pyetja? Si ka mundësi që është mishëruar pikërisht biri ndër tre personat hyjnor? Pyetje në fakt që nuk mund të marrin kurrë një përgjigje të prerë. Një përgjigje deri diku të saktë, por jo krejt të saktë, sepse në lirinë e vet e shenjtruar me trini mund të vendosë si donte, mund të mishërojë Ati, mund të mishërojë Shpirti i Shenjtë. Por përderisa është mishëruar biri, diçka duhet të jetë, e diçka mund të themi. Mund ta themi duke nisur nga Shkrimi i Shenjtë, e pikërisht nga leximi i dytë i sotëm, që është shkputur nga letra që Shën Pali i drejton Kolosianëve, ku thot për birin: ai është shëmbëdhesa hyj të papashëm, i parlindur i para çdo krijese. Sepse në të u kryua çdo gjë në qiell e në dhej, çka shihet e çka nuk shihet, qoftë fronet, qoftë zotrimet, qoftë principatat, qoftë pushtetet. E pastaj vjen tek pohimi që na intereson për atë pyetjen që bëm. Gjithçka u kryua në për të dhe për të. Njëri prej etërve të kishte shpjegonte kështu këtë vërtet, se hyi ndërsa po krijonte botën, shikonte ka për sosmëria e birit vet dhe mendonte për mishërimin e birit vet. Kjo hap edhe një horizont tjetër teologjik, atë që shumë prej teologëve mendojnë se biri pra do të ishte mishruar edhe sikur mëkati mos kishte ndodhur në botë. Se si do të kishte qenë ai mishërim dhe modalitetet më vonë nuk i dim. Por qëllimi i birit pra paska qenë që të vinte të na ndihmonte ta përsosim lidhjen tonë bisore me hyin. Ndokush pastaj në traditin e kishë ka dalë edhe në përfundimin se ndoshta pikërisht ky vendim i birit për të mishëruar kur të vinte koha është ai që ngjalli smiren e Luciferit dhe engjëve të tjerë që i shkuan pas, sepse me sa duket preferonin që biri të bëhej si njëri prej engjëve e jo si një njeri. Por kjo është një tjetër temë shumë e gjerë që na ndihmon të thellojmë këtë vërtet madhe. Biri ka vendosur qysh për emshimit të mishërohet, të vinë në mesin tonë, aq më tepër kur mëkati ndodhi, duhej të vinte. Mëkati çfarë bëri? E gërvishti atë imazh të përsosur që Zoti kishte krijuar në ne. E duke parë pra atë që thot Shën Pali gjithçka u krijua në për birin dhe për birin, atëherë i takonte me sa duket birit që të vinte ata riparonte imazhin e dëmtuar, e plagosur. Unë gjithë i sotëm, në fakt, na jep disa detajet e kësaj përpjekje ekstreme të birit hyjt për ta ndrequr e për ta shëruar natyrën tonë të dërmuar nga mëkati e nga egoizmi. Na paraqiten çastet e kryqëzimit të Jezusit, aty ku njerëzit fillojnë ta tallin. Për shembull, disa thonë të tjerët i shpëtoj, le të shpëtoj vetveten nëse është Mesia i hyjt, i zgjedhuri, por Jezusi heshte vuan. E kështu e shëron atë pjesë të egoizmit tonë që nga frika se po na qeshin tjerët, nganjëherë bëjmë shumë gabime, nganjëherë bëhen luftra, vetëm që të mos na qeshin kombet tjera, e të mos na marrin atë supremacinë të paktën psikologjike që është imponuar në botë. Por nganjëherë bëjmë edhe gabimet e tjera në jetën tonë të përditshme. Pastaj janë ushtarët, ata që i afrohen Jezusit dhe duke vënë lojë thonë, nëse je mbreti i judejve, shpëto vetveten. Por është një proverb që thotë, emri i hyjt nuk është sukses. Prandaj nuk kërkon suksesin. E nganjëherë kërkimi i suksesit na çon në gabime të mëdha, jo përvojtëria, dashuria. E njëri prej të kryqëzuarve pastaj vazhdon ta bëjë Jezusin të vuajë edhe shpirtërisht më shumë. I thot, po a nuk je mbreti i judejve, shpëto veten edhe ne. Është britma të gjithë kryqëzuarve të botës, në fakt që bërtasin, o Zot na liron nga kryqi. Por duhet të kemi parasysh se hyi nuk është i barabartë me mirëqenie, por i barabartë me dashuri. Vetëm në logjikën e përsosjes në dashuri, hyi mund të afrohet, të ndihmojë natyrën tonë të lartësohet e të shërohet ndonjëherë. Kur na duhet të mos shërohemi nga disa vështirësi e smundje, hyi në dijen e tij të pambarim që vetëm ai e njeh deri në fund arsyen, me anë të vuajtjes e sheh se është më e mundur të na përsosë në dashuri. Prandaj as këtu përballë kësaj britme të këtij të kryqëzuarit tjetër, Jezusi nuk reagon as pak. Por reagon kur i kryqëzuari tjetër i thot, le të bjerë në mend për mua, o Jezus, kur të arrish në mbretërinë tënde. Janë fjalë mallëngjyese që ky i kryqëzuar i thot në ato çaste ekstreme.
kaq mallëngjyese sa që prekin vetë hyjin. E në fakt Jezusi i mbledh ato pak forca që i kanë mbetur në trupin e tij të sfilitur dhe i premton me fjalë po aq prekse. Për të vërtetë po të them, sot do t'jesh me mua në Paris. Ja, fryti i parë i mundimeve të Krishtit. Është interesante të shohim se këtë pjesë të Ungjillit po e dëgjojmë të na shpallet në këtë festë të Krishtit, mbretit të gjithësisë. Po, sepse ai është mbreti i gjithësisë, patjetër, por nuk mbretëron pa dashuri. Është mbreti i paqes, mbreti i dashurisë, i drejtësisë, i zvërtetës. Kështu do të duhej të ishte çdo mbretëri në këtë botë, dhe do të kishte bota patjetër një fytyrë tjetër. Nga errësira e egoizmit, bota do të kalonte në dritën që sjell mbretëria e birit hyjit, që është mbretëri dashurie pra. E prandaj është shumë interesante se si leximi i parë sot na flet për shukurimin e Davidit si mbret të Izraelit. Si thosh, për të treguar se mbretërit e kësaj bote janë thirrur të mbretërojnë, por duke marrë si logjik këtë lloj dashurie të hyjit, të jenë përfaqësues të kësaj dashurie të përvojë të hyjit, dashuri që shkon deri në sakrificë, e jo të bëjnë karrierë për të arritur tekat e veta ose qëllimet e veta e ambicet e veta, por të mbjellin dashuri, harmoni, vërtetësi, paqe, drejtësi, përparim. Nga kjo lloj teokracie nuk ka pasur kurrë të keq bota. E prandaj vetëm duke shikuar nga mënyra se si Jezusi është mbret, edhe mbretit e kësaj bote do të dinë të mbretërojnë si duhet, e do të dimë edhe ne të mbretërojmë mi botën, mia pak botë ndoshta që kemi, por të mbretërojmë me dashuri e përkushtim. Prandaj Shën Pali galdon në zemrën e vet kur u thot krishterëve atyre që kishin pranuar Jezu Krishtin me fe të gjallë në jetën e tyre: Vëllezër, ta falenderoj Matin, i cili ju bëri të aftë të keni pjesë në trashëgimin e shenjtërve në dritë. Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na kaloi në mbretërinë e birit të vet të dashur, në të cilin kemi shpërblimin, faljen e mëkateve.